أخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vëllezër të nderuar, jemi sot këtu te Gurra e Poslishtit. Shfrytëzojmë rastin me dhënë një këshill të rastit bashkë me Hoxhën Ergin me një pyetje, pse tek fëmijët kur lindin, tek krishterët, fëmijët pagzohen, ndërsa tek muslimanët nuk ka ne pagzim ose diçka të tillë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pyetje e mirë vëllai Janit, Allahu shpërbleft me të mira. Pse muslimanët nuk pagzohen, themi pagzim në terminologjinë krishtere, dhe të krishterët, fëmijët e të krishterëve pagzohen apo qoftë në fëmijëri apo qoftë kur të rriten, duhet të pagzohen tek në kish apo tek priftërinët e tyre. Sepse Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thonë me një hadith, çdo fëmijë që lind, çdo shpirt i fëmijët apo fëmia që lind me natyrshmërinë e pastër, dhe natyrshmëria e pastër fitra është Islami. Pse? Sepse shpirti e njeh Allahun subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall para se mi kriju trupat, i ka kriju shpirtrat. Edhe ju ka thonë: "Elastu bi rabbikum?" Qalu bala. Ajo më në Zoti juaj, ata gjithsesi kanë thonë. Domethënë gjithë shpirtrat e njohin Allahun subhanahu wa taala. Për atë arsye, çdo shpirt, çdo fëmijë, po qoftë edhe në familje krishtere apo jehude apo çdo fe tjetër, lind në natyrshmërinë e pastër, lind si musliman. Pastaj çfarë thot Muhamedi alayhi salatu wassalam? Thot ata e bëjnë të krishter, jehud, zjarputist. Domethënë me një fe tjetër të caktuar. Bile, Sheh Fauzani hafidhahullahu taala, një prej dietarëve thot që nëse një shpirt apo një njeri jeton larg civilizimeve, larg qytetërimit, nuk ka njerëz. Vetë ju është i kriju shpirti për ta njohur Allahun subhanahu wa taala. E njeh. Po pse gjithë ky devijim, pikërisht çish po thot hadithi i pejgamberit alayhis salatu wassalam, që familja apo ne themi edhe rrethi e bën që shpirti i tij me deviju. Shpirti i tij mundzi. Tek muslimanët nuk ka pagzim. Po dikush mundet me të thonë edhe me fut një dyshim edhe me thonë, po ne i kemi parë jo muslimanët të cilët e shprehin shahadetin, apo shprehin shahadetin dhe futen në islam. Po çështja është kur personi del nga feja. Kur personi thotë unë jam jo musliman, atër normalisht duhet shahadetin me e thonë. Dhe shahadeti është nuk ka të adhuruar me të drejtë përpos Allahut subhanahu wa taala, dhe se Muhamedi është i dërguar i Zotit, është rob dhe i dërguar i Zotit. Kushdo që e thot shahadetin, pasi që ka bë kufër, pasi që ka dalë nga feja, atër ky person me shahadet në islam, mirë po në fillim që në start, kur të vjen në këtë botë është musliman, nuk është pabesimtar, se shpirti është i pastër, e njeh siç tham Allahun subhanahu wa taala. Allahu ju shpërbleft. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.